po ndodh diçka që nuk e shohim për ditë në Tiranë. Makina me logo të huaja, me flamuj dhe nuk janë thjesht turistë. Këtu, te Pallati i Kongreseve, janë parkuar makina zyrtare të Giro d'Italia. Dhe po, për herë të parë, kjo garë nis nga Shqipëria. Këto makina që po shihni në pamje janë për drejtorët e garës, gjyqtarët dhe ekipet teknike. Janë ata që drejtojnë, kontrollojnë dhe vendosin rregullat gjatë garës. Shumë prej tyre kanë dhe mbi shkrimin Rejste Xhami. Pash dhe autobusin e parë që mbërritet në sheshin Nën Tereza, dhe ai ishte i ekipit të Kofidis. Tirana sot ka një aromë italie dhe duket sikur është qyteti 926 i atyre.